Dhe sot pikërisht se ne kemi punuar pavarësisht se nuk ne e kanë hapur negociatat zyrtarisht dhe nuk kemi ulur në tavolinë, kemi fituar shumë kohë dhe mund t'i mbyllim deri në 2027. Do të jetë rekord në gjithë historinë e integrimit. Rekord do të jetë, e filluam nga vrima e fundit e kavallit, nuk na hidhte njëri syt atëherë. Nuk na hidhte njëri syt fare, zero. Dhe sot mund të jemi vendi që i ka bërë negociatat më shpejt nga të gjithë, 3 vjet, nuk ndodh. Por ama duhet ta kuptojnë të gjithë që negociatat janë një punë kolosale, janë si faqe, afro 300.000 flet, që duhen lexuar, po janë ligje, janë vendime, është një kuadër i tërë regulator dhe janë edhe marrëveshje të vazhdueshme. Nuk ka asnjë mundësi, nëse ne lëkundemi në 11 maj, sikur 3 muaj të kalojnë me paqartësi, ne nuk e kapim 2027-ën dhe ne nuk e dim ç'a ndodh në Europë. Atyre i ka ndodhur një tronditje nga gjërat e tjera që kanë ndodhur, që janë fokusuar tani dhe thonë, po, duhet t'i marrim dhe Shqipërinë dhe Malezi brenda tani me herë sa më shpejt në 2027-ën, t'i mbyllim dhe brenda 2030-s, se mbasi mbyllim negociatat, shkojmë pastaj parlament në parlament, që ngrejnë dorën 27 parlamente thonë e duam Shqipërinë brenda. Që ajo do jetë një histori emocionesh të jashtëzakonshme, kur gjitha parlamentet një nga një të ngrejnë dorën, që të fusin brenda shqiptarët dhe Shqipërinë, që deri përpara jo shumë kohësh i shifnin si i dinin për njerëz me bisht. Kështu që prandaj nuk ka këtu demokrat e nuk ka socialist. Këtu është momentin në histori kur Partia Socialiste është forca e dur në kohën e dur dhe në vendin e dur. Mund të kishte qelluar Partia Demokratike, siç qelloi atëherë. Siç qelloi atëherë, se unë se votova. Se e dija, e shifja, që një ditë janë fut vetëm në atë foleun. Një ditën që u shpall të qyteti studenti, 40 minuta mjaftuan ja ndjeva erën ika. Por ama ishte partia që qelloi në kohën e dur, në vendin e dur, dhe s'kishin ku shkoshin tjetër shqiptarët përveç se t'ia jepshin votën asaj partie që të ndryshonin komplet sistemin. Tani këtu ne shumicën e kemi. Po ne na duhet një shumicë shumë më e fortë, jo për vete, po për të konsoliduar mesazhin me Bashkimin Evropian. Dhe prandaj dhe mesazhi ynë i Shqipërisë 2030 lidhet me Bashkimin Evropian, prandaj edhe gjithë kjo, sepse ndërkohë ata na shohin për ditë. Ne jemi me patronazhist nga mbrapa, se thonë patronazhist dhe Partia Socialiste janë si gjë fare. Patronazhist që ka Bashkimi Evropian, që na rri nga mbrapa çdo ditë, bët këtë se bët të, çdo të hënë, 2 ministrat tona të shtetit shkojnë atje. Edhe ulen atje dhe japin llogari. Çfarë keni bërë për këtë? Çfarë keni bërë për atë? Dhe jo çfarë keni bërë vitin e fundit, çfarë keni bërë javën që kaloi. Për çdo javë ka punë që bëhen dhe ka llogari që jepet dhe ka dhe detyra që merren. Këtë shifeni se nuk keni bërë tamam, këtë tjetër mirë, do vazhdoni me të tjetër çdo javë. Patronazhist. Dhe edhe këtë e ndjekin. E din ata. Nga afër. Din për çfarë luftojmë ne, din patjetër për çfarë lufton Këneta, din patjetër se çfarë janë moçalet e të tjera, dhe në fund do bëjmë vlerësimin. Çfarë tha populli shqiptar? Dhe populli shqiptar duhet na japin mundësinë